Me njëherë tani do të prezantojmë Ols Abazin, regjisor, producent, mirë se themelues i Milo Films. Të presim ashtu siç ka lezet me Duart Trokitje. Faleminderit shumë për Duart Trokitje dhe për mikpritjen. Dhe për derën që e shkela për herë të parë këtu ke ju dhe shpresoj që me fat, inshallah, me fat. Keni sukses sepse i kam ndjekur podcastet tuaja, edicionet tuaja dhe me thënë drejtën keni një energji shumë të mirë. Shumë faleminderit. Fjalë të tilla na motivojnë. Urojmë të kesh hyrë me këmbën e djathtë, mos ta kesh harruar traditën e shqiptarit. Po jo, me këmbën e djathtë hyj, sepse kam edhe besimin pak musliman, kështu që e kam këtë këmbën e djathtë. Tani me Olsin do flasim për shumë gjëra, thash që është biseda ka nisur me kohë këtu. Ka nisur me kohë dhe biles i thash para se të futeshim që pjesa më e mirë e bisedës u zhvillua përpara se të niste. Ja, ato mos e thuaj. Kështu që tani bëjmë atë bisedë, ne mund ta bëjmë edhe më të mirë se aq. Shumë mirë. Okej. Nise. Unë po e nis nga fakti që vetëm përpara pak muajsh ti patë një eksperiencë televizive dhe si është për një njerëz që zakonisht qëndron pas kamerave. Si ideatori i gjithçka e shëndot të shfaqet publikisht në një moment caktuar. Ishte jo thjesht përballë kamerave, ishte në qendër të kamerave nga të gjitha anët, një tmerr i vërtet. Mu në mes të Koloseumit atje duke po eksperienca shiko, kur ti je pas kamerës e ke shumë të thjeshtë të tregosh tjerëve se si do ta bëjnë një gjë dhe ku bëjnë gabim apo ku do ta çosh ti gjën. Dhe pikërisht për mua kjo ka qenë edhe një lloj pikpyetje të cilën unë doja të zgjidhja. Si është ti je ti aty në mes të kamerave? Dhe sigurisht që nuk është e thjeshtë. Dhe unë zgjedh të jem pas kamerave. Tërhiqesh. Ama zakonisht punën më të vështirë e bëjnë ata që janë pas kamerave dhe unë këtë e besoj plotësisht. Po, një pjesë të mirë të punës që bëjnë ato para kamerave, ja bëjnë ato që janë pas kamerave. Megjithatë, si është ajo shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo. Po, shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo. Megjithatë, kam përshtypjen që edhe përpara kamerave, pra përpara i rrethuar nga kamerat nga të gjitha anët, ti ke lënë një përshtypje shumë të mirë tek publiku. Të paktën performanca jote nuk ishte as pak për tu kritikuar. Shiko, unë me thënë të drejtën e kisha shumë të qartë në kokë që po hyja në një terren të panjohur për mua. Po sigurisht që unë nuk është se nuk e njoh sjelljen njerëzore. Pra, nëse ti hyn në një terren ku e di që është i panjohur, po ti njeh sjelljen njerëzore. Dhe aty unë kuptova që në fund të ditës ajo që unë doja të bëja me veten ishte një gjë relativisht e mirë. Por që dhe atë kam thënë edhe kur kam le të themi lënë atë shtëpi që ti nuk mund të bësh me faj nëse toka ishte e mirë apo toka ishte e keqe. Duhet që bujku të jetë i mirë apo bujku është i keq. Nuk mund të bësh me faj tokën, sepse është një bujk që e punon tokën. Duket si diçka e nxitur nga kurioziteti. Dhe sigurisht që nuk ishte e thjeshtë për mua ta punoja atë tokë. Dhe prandaj dhe me sa duket po mirë, a mendojnë që je bërë disi më i kuptueshëm për publikun pas daljes nga shtëpia? Të kuptojnë pak më tepër deri diku po. Domethënë fakti që për mua nuk ishte e thjeshtë ose le të themi e pamundur që dilja nga natyra ime, kjo në një kuptim bëri që edhe të paktën njerëzit që më njohin, po edhe një pjesë atyre që nuk më njohin, të marrin le të themi të rezonojnë me këtë pjesë timen që të vinë më pranë, po them. Është shumë e vështirë për mua që të realizoj diçka në cilën unë nuk e besoj, pra. Nuk besoj dot që të kthehesha në diçka tjetër apo diku tjetër. Megjithëse shumë e bëjnë dhe kënaqësi të madhe. Shiko, ajo është minjëri dhe unë nuk i gjykoj as pak, përkundrazi. Spektakli kërkon që ti të marrësh disa ngjyra dhe disa forma dhe ka disa njerëz që bëjnë spektakël, dhurojnë spektakël dhe ka disa njerëz që nuk e bëjnë dot këtë gjë. Dhe me sa duket unë hyj te këto njerëzit që më shumë e ndërtojnë spektaklin se sa e performojnë atë.